Kadri Kryeziu, ish gjyqtar i gjykatës kushtetuese, në edicionin special, ka thënë se mandatari i ri për krijimin e qeverisë së re, Glauk Konjovca, mund të arrijë të bëjë 61 vota. Ai thotë se Konjovca ka raporte të mira me të gjitha partitë dhe kjo sipas tij mund të jetë avantazh për të. Nuk e di se si do të veprojë, nëse ka Glauk Konjovca është një djalosh i cili ka komunikim të mirë me të gjitha subjektet politike, mund të gjejë edhe 5-6 deputet që ta votojnë, në shpreh Kryeziu. Ai tha se kjo mund të arrihet për faktin se mandatari i tij si deputet është i lirë dhe nuk është i lidhur. Në parim, mandati i deputetit është i lirë që nuk kupton që nuk është mandat i lidhur, ata janë të pavarur të votojnë, nëse e shohin të arsyeshme, ndoshta mund të jenë edhe 5-6 deputet që mund të votojnë në mënyrë të pavarur, deklaroi ai. Kryeziu thotë se nëse bëhet qeveria me Konjovcën, vazhdohet tutje, nëse jo, shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme për të cilat ai tha se është po ashtu e autorizuar presidentja dhe brenda 40 ditëve duhet të mbahen zgjedhjet. Familja e veprimtarit Hakim Meri ka reaguar duke bërë thirrje për mbështetje të koalicionit lëvizjave të vendosje Guxoa Alternativa, të cilin e cilëson si koalicionin e shtetit demokracisë dhe sigurisë kombëtare. Në reagim thuhet se opozita është e bashkuar dhe vetëm në mashtrime, dërsa LDK është shkryer në PDK duke humbur shpirtin dhe idealin e saj. Familja e Meri apelon që qytetarët të mos mashtrohen nga patriotët e rrem, por të zgjedhin forcat që mbrojnë integritetin dhe dinjitetin e Kosovës. Në vim, shkrimi i plot, miq, përballë një opozite të bashkuar vetëm në mashtrime, populli duhet të zgjedhë koalicionin e shtetit, LVV, Guxo dhe Alternativa, të vetmit që përfaqësojnë demokracinë dhe sigurinë kombëtare dhe integritetin territorial të vendit cep më cep. Miq, koha e maskarengëve dhe patriotëve të rrem duhet të marrë fund. Ata që dikur fshiheshin pas flamurit sot janë robër të interesave personale e dosjeve të jepta. LDK-ja, dikur parti e shtetëformimit, sot është zyrtarisht e shkryer në PDK, në atë strukturë të brymosur nga krime, vrasje, komplote ndaj vetë figurave të LDK-s. Rruga e re e Lumir Abdixhikut pas ka qenë platforma që e çon drejt shikut, një integrim që i thellë sa LDK-ja tashmë është vetëm emri, pa shpirt, pa identitet dhe pa ideal. Në këtë realitet të përmbyshur, ku mashtruesit shpallen patriot dhe grabitqarët bëjnë fushat për moral, është koha që qytetarit të mos mashtrohet më. Koalicioni vetëvendosje Guxo Alternativa është koalicioni për shtetin, për paqen, për integritetin territorial kushtetues dhe mbi të gjitha për mbrojtjen e Kosovës nga armiqtë e jashtëm apo ata të brendshëm, të veshur me flamur apo me kostum partijak, sepse sot, më shumë se kur, Kosova nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, por për njerëz drejt, të dinjitetshëm dhe të guximshëm.